Ndodh që kemi lënë kondicionerin ndezur, po paralelisht me të edhe do ndritare apo balkonin. Edhe themi mbyllë balkonin se prishet kondicioneri. A prishet vërtet kondicioneri apo ka të bëjë thjesht me mos funksionimin siç duhet në freski apo në ngrohje? Kondicioneri nuk prishet, nuk prishet kondicioneri, por problemi është te filtrat. Që do të thotë, nëse ti le derën hapur, gjëja kryesore është që gjithë pluhuri që të vinë nga jashtë, se duket sikur s'ka, por kondicioneri, kur thith ajrin, e tërheq. A e pastron ajrin, kondicioneri? Patjetër që e pastron. Dhe e tërheq edhe atë pluhurin e imët që mund të ndodhë me një cep apo ku digjan. Kështu që edhe po t'jetë dritarja hapur, mbushet shumë shpejt sepse e merr direkt nga jashtë. Se ka atë fuqinë thithse, kështu që prandaj dhe dritarja Kështu që e dyta është që nuk bën punë. Do me thënë, nëse ti le një dritare hapur dhe ke kondicionerin ndezur, si t'jetë në verë që kërkon që të freskohesh, si në dimër që kërkon që të ngrohesh, nuk të bën punë. Normalisht dyrë dritare duhet jenë të mbyllura gjithmonë.